Kjo fotografi e shkrepur dhe e publikuar në rrjetin social Instagram. Shpërfaq një lidhje interesante në mes dy policëve të Kosovës dhe Valdet Zeqirit, personit i cili u hetua për të paktën 3 raste, e ku përfshihet edhe ajo e kontrabandës në veriun e Kosovës. Policët e Kosovës Arjan Mecinaj e Alban Nura janë fotografuar të buzëqeshur në një selfie me Zeqirin brenda një makine. Por, kush është Valdet Zeqiri, që i vozit me makinë dy policët e Kosovës? Valdet Zeqiri është nipi Besim Zeqirit, një anit prej personave të dyshuar kryesor në rrjetin e kontrabandës së veriut. Besim Zeqiri ishte shpallur në kërkim për rastin e barnatorëve, ku policia u sulmua me armë dhe vetura të doganës u dëgjë në vitin 2021. Besim Zeqiri është i përfshirë në disa hetime për kontrabandë, ndërsa ish partnerja e tij, Gordana Mihajlović, ishte pronare e një rrjeti ilegal të barnatorëve në veri. Të dhënat e tjera na tregojnë që personi që po i vozit policët Mecinaj e Nura, edhe vetë ishte subjekt i disa hetimeve për kontrabandë në veriun e Kosovës. Në një përgjigje për Kallzo.com, Prokuroria e Mitrovicës ka konfirmuar 3 raste penale të hapura ndaj Zeqirit. Në njërin rast të zgjidhur, personi është akuzuar për veprat penale nga neni 140, ndërsa në rastin tjetër të zgjidhur akuzohet për veprat penale në bazë të kodit penal nga neni 299, 300, 311, 272 dhe 313. Pra, në bazë të përgjigjes së prokurorisë, dalë që Valdet Zeqiri është i akuzuar për kalim të kufirit në mënyrë ilegale, ndërsa është hetuar edhe për tregti të ndaluar, prodhim të ndaluar, kontrabandim të mallrave, kultivim të narkotikut e vjedhje, vepra penale këto, të cilat ishin përmendur në 2 lëndë. Por përfshirja dyshim të Zeqirit në këto veprimtari nuk i ka penguar policët që të fotografuan me të, e më pas fotografia të shpërndahet edhe në rrjetet sociale. Përmes sharu krejt situatën, Kallzo.com ka tentu me kontaktu me Valdet Zeqiri në disa numrat të telefonit. Ai ka qenë i paqasshëm. Kemi tentu me ranë kontakt me Valdet Zeqirin përmes axhës së tij, Besim Zeqirit. Besim Zeqiri, kontaktuar po ashtu nga Kallzo.com, nuk ka pranuar me u deklaru për këtë fotografi. Me sharu krejt situatën, qysh përfunduan policët me nipin e kontrabanduesit të veriut, njëri prej policëve që e kemi kontaktu nuk e ka bo shumë problematike fotografinë e tij me të dyshuarin e kontrabandës. Ai është arsyetu që fotografia është shkrep gjatë kohës kur po shkonin në një dasëm. E lexova mesazhin. Po besoj që më kone kuptueshme. Po, patjetër. Alban Nura jeton në Shupkos. Okej. Valdet Zeqiri jeton po ashtu në Shupkos, në lagje me Alban Nura. Alban Nura, Valdet Zeqiri janë konë një shkollën Shemsi Ahmeti e konë bashkë. Po, që pibjane një. Po, në gjihen, do më thonë, prej Kojshi, masak Kojshi. Une me Albanin gjina edhe para se me fillu punën në polici. Foto gjishit, nashta e keni po që na konë veshën në këmisha, e na konë të shku me një dorsëm të një shok i përbasht i 3-ve. Ajo pjesa që ke shënu, nuk merë në une me atë pjesë, une muna veç më merë me pjesën jashta punës edhe jashta detyrës. Ajo mohon të ketë ndonjë afërsi me Zeqirin përveç njohjes në shkollë. Në familjarit tina po. Okej, në rregull. Tina ju. Për tina ju, për një familjarit tina po. Unë nuk jam djeni për këtë rast. Nuk kam asi afërsie që me bisedu gjithë shka me ta, po kur kena najfar ahengut për bashk, bjerostit ashtu. Po, për ndryshe nuk kam najfar afërsie që me bolaf me ta, ose me, që me thonë, muen, kështu. Po. Literalisht që që përdurëm na shqiptarët muen nërmje vete, ka qëllu dorës ma që ato e shuku tun, shok i përbashti 3-ve, kështu që për që arsye edhe na kome një vetur. Në ndërkohë, Kallzo.com e ka pasur të pamundur të kontaktoj me policin tjetër, Alban Nurën. Policia e Kosovës, e cila për një kohë të gjatë ishte vënë në kërkim të Besim Zeqirit dhe e cila e ka ndjekur edhe Valdet Zeqirin për kontraband, një muaj pas dërgimit të kërkesës për me marrë informacion për këtë ngjarje, policia është arsyetuar se kolegët e tyre ishin duke shkuar në një dasëm me Zeqirin.
Pas verifikimeve dhe informacioneve të siguruara nga zyrtarët policor, ju sqarojmë se zyrtarët e parë në foto me personin në fjalë ka qenë një rastësi gjatë pjesëmarrjes së tyre në një aheng dasëm jashtë detyre zyrtare, ku ka qenë i pranishëm edhe personi në fjalë. Policia e Kosovës në vazhdimsi ka qenë caki hetimeve për lidhje me grupet e kontrabandës në veriun e Kosovës. Në një operacion të gjerë në vitin 2019, mbi 20 polic shqiptar e serb u arrestuan për përfshirje dhe lidhje me rrjetet e kontrabandës në veri të vendit.